11 familje në qytetin e Sarandës u nxorën me forcë nga përmbarimi privat dhe policia nga banesat pas një vendimi gjyqësor mbi pronësinë në një pallati 3 katësh në qendër të Sarandës nga ish-pronarët. Në momentin që përmbarimi ka ndërhyrë, një prej banorëve ka pasur dhe luhati tensionit duke u transportuar me urgjencë në spitalin e Sarandës. Banorët thonë se kanë tapi dhe certifikatën e pronësisë për banesat ku ata jetojnë për mbi 40 vitesh. Nëse nuk kemi pronar le ty ta marrim. Nëse nuk kemi pronar le ty ta marrim. Ne jemi pronar. Kemi nga 650 që banojmë këtuja. Policia bëhet palë me hajdutët. Bëhet palë dhe gjykatat. Por policia s'pun ka që përshtet këta. Me hajdutët. Me hajdut e pronave. Ato janë falso të gjitha, falso. Falso. Nuk regjistrojshim ne me pronësinë qoftë do fishi tyre. Nuk hajde pronësinë. 11 familjet, banorët e lagjes nr. 1 në Sarandë kërkojnë ndërhyrjen e shtetit për të zgjidhur konfliktin, pasi sipas tyre tashmë gjenden në qiell të hapur.